Biseda që bëjmë paraprakisht përpara se të jemi në këtë transmetim direkt me ju me të tuarin ton, na bën të kuptojmë shumë për natyrën e tyre, për profilin, për vitin që kanë pasur, edhe për energjinë si shohin gjithçka që lidhet apo jo me profilin e tyre. Jemi në studio me Taulant Stërmasin, trajner shumë kënaqësi, i cili emrin e cilit e gjejmë shpeshherë për të pikasur talente, rritur talente, por edhe për të ushqyer popullin shqiptar me sportin. Dhe këtu lisem edhe nga ato projekte të cilat kanë qenë futja e atletikës nëpër shkolla. Taulant, kënaqësi shumë që jemi së bashku në studio. Faleminderit. Për të kuptuar se si ka qenë ky vit për ty, për sportin shqiptar, por gjithashtu edhe për ata që kanë lirinë të bëjnë atë çka duan dhe sigurohen që sporti të jetë në vëmendjen e këtyre qytetarëve. Si të gjen ky dhjetor? Në fakt është periudhë reflektimi gjithmonë dhjetor. Pra ndajmë dy etapa. Dhjetori janari është kaq afër dhe janë kaq kundër njëri tjetrit, në cili ti sapo shef çka ke arrit gjatë 2025-s, do fillosh të menosh se ç'a do ndodhi me 2026. Sidomos sport, nëse ti s'ke goals, pra s'ke objektiva të arritshëm, ose të paktën objektiva që ti vërtet mendon që ti arrish, shoha mundur të shtysh përpara. Pra nuk mund të nisësh një punë pa e ditë se ku do shkosh. Është si të nisësh një rrugë, udhëtim me makinë dhe ti mos dish se ku do të jetë kthesa radhës. Sigurisht që kemi pas vit shumë të mirë 2025-a. Sigurisht unë kam një akademi shumë të mirë atletike, e cila është bazuar te rritja elementeve të ri, talenteve të ardhshëm, edhe me ato element të mirë që kemi fakt, 2025 ka treguar që 20 vitet e ardhshme ekipi im do të jetë prapë kampion në nivel kombëtar. Pra jo individ saktuar, se të kesh individ, çdo njeri mund të ketë mundësi që të ketë individ. Ke sportisti Luiza Gega, sportistë shumë të mirë që vërtet bën atë emër që bën. Por të kesh ekip është çik më vështirë. Jam kupton, të kesh ekip do të thotë që të kesh 10-12 sportistë janë kampion kombëtar dhe e çojnë në një emër në stat tjetër. Pra kam një grup shumë të mirë prej moshash 12 deri në 15, të cilë janë në ardhmë atletikës. Dhe shpresojm shumë që të jenë nivele ndërkombëtare, se sigurisht që me mosh pastaj secili ka objektiva të tjera. Pra niveli i parë për shkakun kur ti fillon një sport caktuar, ke qejf të jesh i parë në Shqipëri dhe pastaj mbasi ngopesh po them me të parë në Shqipëri, pastaj nivelet janë të tjera. Dhe sidomos për mua që kam kalu këto etapa Ballkan, kampion Ballkanit, besoj duhet kem qenë 35 herë kampion Ballkanit me sportistë e mi. Me Luizën kam qenë kampion Europe, nën kampion Europe, 2 herë kampion me Zdheu, me sportistë kam qenë i tretin me Zdhe. Kam gjithë rekordet shqiptare të gocave, nga 60 metrash deri te maratona. Domethënë kam 25 disiplina që akoma sportistë e mi. Kështu tash objektivat të tjera janë sigurisht që ti çdo sportist i ri që vjen duhet të jetë patjetër kampion. Minimumi kampion Europe, tash është, domethënë duket sikur është gjë e vogël, si ti luftosh patjetër, po ti duhet të arrish një stat tjetër. Sa më shumë fitore, aq më shumë rritën standardin. Ky është problemi i madh. Domethënë momentin kur dhe Taulant duket shumë kërkues. Shif them, Ti flet edhe unë mendoj se çfarë po bëjnë aktualisht ata që janë në akademinë. Duke vrapuar duhet të jetë. Isha 3 javë në Portugali me ekipin më elitë që kam, që përgatiten për garat e timrit, edhe kthehem te akademia dje. Po. Edhe kishin ardhur ca prindër që rinë në pjesën e tribunës, e tha, "Shqyqur që erdhëm", thanë. I thash pse? Se un kam shumë trajnerë aty. Po. Kemi shumë kohë tha që se shohim ekipin kaq qetësi. Se nuk flet njëri kur jam unë. Përse? Ka diçka, edhe pse je 10-12 vjeç, nëse ti ke një orientim për atletik ose për sport caktuar, ti duhet të përkushtohesh 100%. Asnjëri nuk ka luksin, as unë, as ato, as prindërit që i shoq. Pra, gjithë jetën e vet një sportist edhe kur bëhet 25 vjeç, do ketë suportin e familjes. Se sporti shqiptar ku nuk ka përqen financiarisht kaq i mirë sa që mund të mbajë ty dhe të suportosh dhe familjen. Dhe nëse ti nuk përshtohesh 100%, që ta dish që do të marrësh maksimumin, dhe sa është maksimumi pastaj secili ka një orientim vetëm, por ti e din që po jep maksimumin, është një argjim lekësh, një argjim kohe, një argjim një gjëje që ti mund të bërë më drejt. Në formën që një person që merret me sport, sigurisht që do lej pak më njancë shkollën, që në fakt është shumë e rëndësishme në moshë të vogël. Dhe nëse vërtet ti po e lën shkollën, aty do të impenjohesh maksimum. Pra nuk ka rrugë mesme, rrugë mesme nuk ka. Rruga mesme është të merresh për qef, të merresh për qef person, nuk ke kështu impenjime, ti mund të shkosh palesë, mund të bësh jogging nga liçeni, po jo të merresh me atletik profesionale. Qoftë 10 vjeç po them. Dhe
ti ka thënë prindërve, nëse edhe fëmijëve që nëse vërtet duan të bëjnë sport dhe okej, unë them që ti vërtet ke talent, po pjesa talente është pjesa sa del në stadium. Pastaj fillo puna. Pra çdo njeri që fillon merret me atletik e ka talentin. Ndryshe pastaj nuk ke pse të merresh me një person që nuk ka. Që me të drejtë ti je kaq kërkues. Duhet jem. Duhet jesh. Duhet jem për familje. Pra, domethënë këtu bëhem prind. Pra, në një farë forme që po, domethënë ti thuash një prindi që fëmia ka të dhëna për atletik dhe të harxoj 10-12 vjet të jetës vet dhe mos bëhet kurrë asgjë. Domethënë ky është krim, domethënë ti harxosh 10 vjet të jetës ti, duke marrë me gjë që duke marrë me gjë. Jo vetëm në atletik, në çdo disiplinë. Në çdo gjë. Domethënë, pra, në një farë forme secili nga ne duhet të bëjë balans. Mund të jesh rut momentin e parë. Po. Por i drejt. Ke patur raste kur i ke thënë prindërve merre fëmijën sepse nuk bën. Çdo ditë. Jo, ka disa gjëra. Një për shembull, akademitë e atletikës, po dhe akademitë e futbollit nuk janë të orientuara që gjithë fëmijët duhet bëhen sportistë nivelit shumë të lartë. E para, sporti është net. Dhe çdo njeri mund të bëjë atletik. Jo patjetër duhet bëhet sportist elitar. Po aty janë grupe të caktuara, grupat ndara që janë për fitness, quhen fitness, që ato bëjnë veprime të kujdesshme që janë shumë të rëndësishme për të rritur një nivel të caktuar që minimumi është si të mësosh notin. Ti do mësosh notin, nuk do të thotë që do bësh notar. Po. Kështu është mësosh atletikën, që do thotë ti të njehesh më mirë se më parë, ti jesh më i shëndetshëm, ta kesh si rutinë servitorit për disë, pavarësisht se je moshë të vogël. Pastaj ka një grup tjetër që ka orientim atletik, ato që kanë orientim atletik është një histori tjetër. Dhe këto ka fokus tjetër. Forma që në momentin kur ti kalon te ky grupi, nuk je më sot mund vi, nesër s'mund vi. Sot do vish dhe sot do vish. S'ka më presor sot po përtoj. Edhe këtë diskutojmë me prindërit se fëmijët janë akoma të vegjël për të komunikuar 10 vjeç me 12 vjeç shpesh. Ti të duhet bësh punimin I them prindërve duhet ka, pra që në momentin kur ne bim dakord të tre, fëmia më pak por ne dy, që fëmia duhet të jetë një sportist me të ardhmen në atletik, ti patjetër duhet kuptosh që fëmia nëse ka shi ka bor, këtë vendosun, a ka shi e ka bor? Jo, këtë nuk e vendos ti. Jo, këtë e vendosun. Jo, do më thonë, a do bëjë të vitën shi e mbor, po shi e mbor pasë, rëndë shi e duke të lejdo, kjo është e sigur. Kjo është e sigur. Shi po të ndaloj e shi. Se pastaj kupton superfuqitë e kampionë dhe si shkon kjo punë. Pra, është një orientim tjetër, që ti bësh profesionist, edhe 10 vjeç. Niveli i profesionizmit është i rëndësishëm. Pra, gjithë njerëzit mendojnë që ti je profesionist do të thotë që ti je një status i lartë në sport. Ti je profesionist do të thotë ta dish ta gjon. Dhe kjo nuk do të thotë me cilësi sportive. Cilësia sportive vjen mbasi ti e kupton se çfarë kërkon dhe pastaj dal ngadalë, sigurisht do i marrësh maksimum. Si e dallon ti një kampion, sepse teksa ndiqja me vëmendje intervistat e tua, në një prej tyre ke thënë këtu në Vision Plus që Luiza ka qenë topolake në fillim. Po. Ndërkohë apo kemi sot emrin që na nderon. Ka qenë topolake dhe me bark, ke thënë. Dhe me bark. Edhe diskutimi i fundit me Elizën ka qenë sot. Okej. Po diskutojmë se gjithkohon kemi debate të forta për shërbitjen, që është shumë e rëndësishme, që të rritet. Di si është puna se kur gjithë njerëzit thonë që ti je shumë i mirë, nxen gjumi. Nuk investon më. Një nga arsyet e mia pse ik jashtë shpesh është që konfrontohem me kolegë që janë në nivelin ndërkombëtar, se gjithë grumbullimet e mia janë në nivele ku janë më të mirë të botës. Dhe ti kupton se gjërat ndryshojnë, si ndryshojnë. Është si puna trajnimeve që ti her pas here duhet trajnohesh. Mund të jesh shumë i mirë, por nëse ti rrin gjithkohon në nivel që ti je më i mirë se të tjerët, nuk ke nga kush të mësosh. Dhe po diskutoshim me Elizën dhe jo po teknika duhet të jetë kështu, jo po duhet punoj më shumë teknikë, se sigurisht. Në moshë të vogël ti punon më shumë teknikë që ti profesionohesh, është si thuash nivel artikulimi, momentet e para dhe nëse arri artikulimin në cilësi të mirë, kur je moderator, pastaj gjërat e tjera janë shumë të lehta. Më kupton? Rrugës pastaj ti pishesh për gjëra që janë kurse në atletikë dhe në sporte të tjera, sidomos futboll, basketboll, nëse fëmijë ti përgatitesh teknikisht shumë mirë, forca është periudhë që vjen me rritje. Dhe tha Eliza, po se mësum tani, për disa sportistë që janë vërtet shumë cilësor, do kemi shumë vështirë ose gati të pamundur për t'i përmirësuar teknikën që janë 15. Dhe i thash, e kapa këtu ishte momenti, diskutimi ishte kjo. I thash, po ti ka 19 vjeç tonë. Dhe Eliza ka qenë teknikisht shumë keq. Ashtu? Shumë keq. Rënd. Nuk mund të them rënd, po teknikisht po ta shifse nuk do më thonë mes të një tufe njerëzish që ti nuk bën asnjë. Ndërkohë Eliza sot aktorisht kur vrapon nivel botror, është sportista më mirë teknike. Mbrapim. Se Eliza ka dizavantazhe gjatësisë, që të kapësh dizavantazhin e hapit gjatësisë dhe të forcës, cilën Eliza nuk e ka natyrale forcën, të lindur biologjikisht, duhet përmirësosh gjëra të tjera.
që është teknika. Pra ti të nivel goditje të spostimi, të spostohesh automatikisht ti marrësh maksimumin e spostimit. Kur një sportist që e ka natyrale nuk e punon shumë. Ti e detyron ta punosh që të kapësh gjatësinë e hapet dikujt tjetër që është paktën 20 cm i gjatë se ty. Dhe kjo e ka bëu që të punoj kaq fort, dhe punoj kaq fort që është përmirësuar teknikisht. Dhe këtë po i thoya që një se ti ka 90 vjeç. Një person që ka 90 vjeç mendon që është dorëzuar, ndërkohë po diskutoheshin për person që është 15 vjeç sot dhe sa të vështirë do a kemi për ta përmirësuar teknikisht. Që thotë çdo gjë është e arritshme. Por këto diskutime, debatet, Liza me bark, po Liza me bark. Liza ka qenë, besoj, do të qenë 52 kg, Liza ka garu me 43. Tashi do të shpeshën 52 me 43. Është 9 kg ose 18% e peshës truare. Pra këtë duhet të gërish. Pra një person, si më thon 80 kg, kalon 20 kg. Të hequra për sa kohë? Ky është një proces i gjatë. Pra ti faza përgatitore. Kur nuk bën një proces, ti do psosh. Gjithkohon ti servitesh handret, bazë protein, karbohidrate duhen shumë, por me kujdes, karbohidratet pastra, dhe duhen kripra minerale, elektrolite. Pra, është regjimi ushqimor strikt i një atleti. I shumë mirë vendos dhe pastaj servitja të bën që trupit marri një formë aerodinamike fit që i duhet garës. Jo patjetër dy sportistë të disiplinat ndryshme do marrin strukturë të njëjtë. Patjetër. Këtë na thon her pas here edhe ekspertë e fushës, sa herë diskutojmë shëndet. Tani, një person që në pamjet parë ngjan pak i ftohtë, në kuptimin e asaj që je shumë strikt, shumë i organizuar, disiplina, puna, dhe duket sikur në jetën tënde nuk ke kohë për asgjë tjetër, përveç se pun. Për disa njerëz është gjë e mirë. Po ndalni pak të dashuria. Hajde, vazhdo. Do të vazhdosh ti, do të na tregosh ti për dashuri. Më dëgjoj Tarian. Sigurisht që atletika zë kot mirë të jetës, dhe unë kam organizuar çështjen e punës gjithkohon që t'jap hapësirë për atletikën. Atletika kur ose sportin përgjithësi. Për te futbollit, i cili është një treg tjetër, është shumë mirë vendosur në bursë. Ne jemi të parritshëm financiarisht që të bëhemi të mundur të jetojmë me të ardhurë që sjellim nga sporti individual. Pra atletika, basketbolli, mundja, peshkëria, sportet. Që thot ti patjetër duhet gjesh sa forma tjera të jetosh mirë dhe të bësh në sportin që ke dëshirë dhe pasion. Dhe unë e kam kaluar këtë fazë në formën që kam punuar fort në periudhat e para, sigurisht, patjetër. Nuk është se punoj tani, por e kam fjalën krijon bazat në fillim fare në formën që të japësh mundësi hapësirë. Për shembull, her pas here merr me ndërtim dhe në një farë forme që nuk kanë komani ndërtimi, se të kesh komani ndërtimi është një lodhje shumë e madhe, domethënë do një impenjim shumë të madh fizik, kohor. Kohë që unë kam, që kam dedikuar për atletikën, që do thotë unë kudo ulem me laptop, bëj këtë punë me laptop, pra konsumoj me inxhinierin tim, po pa qenë se të jem fizikisht në objekt. Dhe tani pra kam kohë për të bërë me atletik, por kam kohë edhe për jetën time, për të jetuar. Në formën që sa edhe dashurinë në sport e gjetë, në atletikë e gjetë, kështu që shiftem, duhet kuptosh të që jo, jam kurioztar për atë periudhë. Jo, do të kuptosh të përqendrove kur dashurove apo si? Si një pranë nuk jam. Domethënë nuk kem as si kokësh përqendrimi dhe unë bëhem domethënë njerëzit çuditen, ka momente për shkak që bërtas me Lizën në një forme. Se jam kur filloj servitën bëhem i çmend fare. Domethënë jam shumë fokus dhe nuk mandjen se kush është. Ersohem syt. Dhe bëj më shumë debat në stadium saqë njerëzit mendojnë që këto nesër nuk do flasim njëri tjetrin. Dhe flas çështje parimore, nuk ka, domethënë kur ti do të arrish diçka në nivel profesional, duhet të kalosh gjithë ndjesitë e afërta që kemi person. Forma që nuk mund të bëhesh i dobët. Pse të bën dashuria të dobët? Një gjë njerëz që i bën njerëz dobët, jo dobët, e kanë fjalën në kërkesë llogarie te partneri. Pra ti do kërkosh llogaritë te partnerit, pastaj ti thuhesh për tjerë se e kam në shtëpi se mos thyet. Por ka diçka, nëse do të arrish diçka, duhet ndash mes pjesës shtëpi, kur del nga stadiumi dhe është një histori tjetër, dhe ti e ke partner. Nuk ka asgjë tjetër. Kur është serviti është sportist. Është sportist. Pra duhet lodhesh shumë, po duhet lodhesh më shumë se tjerë që të arrijë më shumë. Që do thotë, nëse do të ndihmosh dikë që ke njëri shumë të afërt, do ta lesh të punoj shumë. Ose ta bësh të punoj shumë, që të arrijë maksimumi. A do kemi është një kështu. Është një kështu. Domethënë, është dinamike e bukur e juaja. Domethënë se pjesa kryesore nuk e nda këtë pjesën e shtëpisë me pjesën e punës dhe kur ne na punojmë të dy bashkë, kupton, edhe ky është problemi. Ju jeni fejuar.
Do kemi një dasmë? Se kjo pjesa fejes është si... Si është? Jo, nuk është se është nejtë. Në më thënë, se unë s'kuptoj që do të fejes. Në më thënë, nga që jam një morë saktuar që qatë i gjë gjithë, unë i kam kaluar gjithë... Konstatimi imi ishte i drejtë, tash i pak i ftohtë. Je i ftohtë. Kam kaluar gjithë etapat se tash jam mosh, nuk është se jam i vogël, edhe kam një gjuhë dhe mosh, ku ishte 20 vjeç që u fejosh njerëz që shkojshin me dajre. Dhe se kuptoje. Po pra, si jeni fejuar ju? Edhe ndroshin nishonet, kujtohet ndroshin nishanet. Jo, po, shiftem, se unë e njoh gjithë familjen e Lizës, nuk është se njihsha për herë të parë, se Liza ka shumë vite që bën sport me mua dhe do ato kanë ardhur me taku për punë të sportit. Po gjithsesi një ceremonial të vogël kemi bërë. Okej, dasm? Shiftem, unë kam më qef, jo se Liza se ka qef. Po? Flasim realisht. Por do lidhen sa gjëra të vogla që nuk kemi datë. Domethënë akoma nuk ka datë se Okej. Thjesht duhet ulemi. Domethënë, flasim ka shumë për sport fatkesisht. Flas fatkesisht se duhet të reflektosh ka një herë, Absolutisht, absolutisht. Po Liza flet më shumë fatkesisht, Liza flet më shumë teoretik. Sepse më ndodh kjo që kujtohet, unë kam bërë futboll vetë. Si sport, timin, kam pas futboll, kam luajtur ekip parë me Tiranë. Dhe gjithmonë futbollistat krulën tavolinë flasin se si shkojnë neshja. E gjyti topin, e gjyti dhe unë gjithkohën vite turp që një gjosha kështu fjalisht, do më thënë nuk ka një gjotë flasësh për sport, për dalësh nga stërvitja, të lodhesh të lutë futbol dhe t'ulesh flasësh pra për futbol, duke sikur nuk jetë jetën e vogël sociale, që duhet jetë jetë normale. Që dhe unë sot luftoj fort që sportistët e mi, përveç janë shok ekipi, shoqe, dalin, du që dalin her pas here, dalin pin kafe bashkë dhe mos flasin fare për sport. Tjenë njerëz. E kupton se sporti vërtet është shumë rëndësishëm, por në herë marrëdhënie njerëzore kanë rëndësi. Si çdo mushatar tjetër, se thash unë jam shumë i çmend të servitet dhe jam shumë strikt, por sa del nga servitja, ti dëshiron që ta mbyllësh atë faqe. Orlan, ne të urojmë një super vit profesional edhe shpirtëror. Luizën e kemi shumë xhan, e kemi patur shpesh herë, kënaqësi që patëm edhe mundësinë të bisedojmë për futbollin së bashku. Më të mirat për ty. Ndërkohë që publiku do të themi, kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni.